A ju ka ndodhur ndonjëherë të ndjeni se trupi po përpiqet t'ju thotë diçka, një dhimbje të lehtë këtu, një lodhje të pashpjegueshme atje? E po, sot do të zhyremi pikërisht në këtë temë, do të deshifrojmë atë gjuhën sekrete duke u mbështetur në njohurit nga Asklepios Spres, për të zbuluar sinjalet shëndetësore që shpesh pa e kuptuar i anashkallojmë. Dhe kjo na çon drejt e te pyetja kryesore. A jemi vërtet duke i dëgjuar ato që trupi ynë po mundohet të na komunikojë? Sepse, le ta pranojmë, shumica prej nesh i injorojmë ato përshpëritjet e vogla, derisa ato shndërrohen në britma. Eja pra, një vështrim i shpejt i asaj që do të mbulojnë. Së pari, do të zhyremi te gjua e fshehtë e trupit. Më pas, do të hedhim dritë mbi kërcënimet e heshtura. Pastaj, do të shohim arsenalin modern dhe të lashtë, fuqinë në pjatën tonë dhe do ta mbyllim duke parë se si të bëhemi avokati i shëndetit tonë. Le t'ja fillojmë. Pra, le t'ja nisim nga fillimi. Gjua e fshehtë e trupit. Mendoni pak për ato gjërat e përditshme, si lodhja kronike apo ajo dhimbja e shpinës që nuk të lë rehat. E po, këto nuk janë thjesht bezdi. Janë mesazhe shumë të rëndësishme që trupi po na dërgon. Dhe ja ku kemi një shembull perfekt. Asklepios Spres e thot qartë, dhimbja e kurizit është një sinjal i heshtur për shëndetin tonë në tërësi. Pra, nuk është thjesht, më dhemb muskuli. Jo, mund të jetë një tregues i diçkaje shumë më të thellë që po ndodh brenda nesh. Dhe pikërisht këtu bëhet thelbësore të kuptojmë këto sinjale, veçanërisht kur flasim për atë që quhet kërcënimet e heshtura. Këto pra janë ato gjendje që zhvillohen në plapasken pas një paralajmërim, shpesh pas simptoma fare, derisa dëmi është bërë, e ndoshta është bërë i madh. Një shembull që të fut frikën, sinqerisht, është glaukoma. Përshkruhet si një sëmundje e heshtur, sepse dëmton nervin optik avash dhe në mënyrë të pakkthyeshme. E dini cila është pjesa më e frikshme? Shpesh, kur njerëzit vënë re simptomat e para, një pjesë e madhe e shikimit mund të ketë ikur përgjithmonë. Pastaj kemi një tjetër kërcënim të fshehur, trombofilinën. S'ka rëndësi nëse lind me të apo e fiton gjatë jetës. Kjo gjendje e rrit në mënyrë dramatike rrezikun për mpiksje gjaku. Dhe këto nuk janë mpiksje do si do, por mpiksje të rrezikshme brenda venave. Një rrezik i fshehtë që shumë njerëz e kanë pa e ditur fare. Dhe tani diçka vërtet interesante. Edhe vetë dhimbja mund të na mashtrojë. Po, shikoni sindromën facet joint. Është një shkaktar shumë i zakonshëm i dhimbjes së mesit, por ja ku është çështja, shpesh maskohet si diçka tjetër. Më saktë, shpesh diagnostikohet gabimisht si hernie diskale. Kjo na tregon sa thelbësore është të gërmosh thellë për të gjetur shkakun e vërtet. Mirë pra, me gjithë këto kërcënime të heshtura që na rrethojnë, pyetja është, çfarë mund të bëjmë? E po, kjo na çon tek arsenali i jashtëzakonshëm që kemi në dispozicion, ai modern dhe i lashtë. Do të shohim këtë kontrastin fantastik mes ilaçeve super të avancuara dhe atyre kurave natyrale që kanë rezistuar në kohë. Dhe ky krahasim këtu është thjesht fantastik. Nga njëra anë, kemi Forxigan, një terapi vërtet inovative që po bën revoluc në trajtimin e diabetit, problemeve të zemrës dhe veshkave, dhe nga ana tjetër, kemi hithrën. Po, hithra e thjesht, e përshkruar si një farmacie gjelbër natyrore, një bimë medicinale e lashtë, plot me minerale. Të dyja ka një fuqi të jashtëzakonshme. Por, prisni, arsenali është edhe më i madh se kaq. Flasim për gjëra futuriste si nanobotët, makina të vogla inteligjente që shërojnë me saktësi maksimale. Pastaj kemi farën e zezë, e njohur si shëruesja e vjetër e lindjes. Kemi Ozempicun, që po bën namin për humbje në peshë, dhe argjineren, e quetur eliksiri mesdetar i mëlçisë. Pra, është një përzierje e mahnitshme e së ardhmes me të kaluarën. Mirë, arsenali mjekësor është padyshim i fuqishëm, por ama ndoshta, mjeti më i rëndësishëm nuk gjendet fare në farmaci, gjendet në kuzhinë. Kjo është fuqia në pjatën tonë, sepse parandalimi vërtet, ai proaktiv, fillon me atë që vendosim në pjatë. Dhe kur flasim për ushqim të shëndetshëm, çfarë na vjen ndërmend? Sigurisht, dieta e famshme mesdhetare. Imagjinoni pak, vaj ulliri i freskët, peshk, perime plot ngjyra, drithra të plota. Burimet e përshkruajnë si sekretin e jetëgjatësisë dhe shëndetit. Në thelb është një plan për një zemër të fortë.
Por nuk është vetëm dieta në tërësi, ka edhe disa yje, le të themi, disa super ushqime që mjekët i rekomandojnë pa pushim. Për shembull, avokado, frutat e pyllit, arrat, këto janë vetëm disa shembuj që vërtet mund ta transformojnë shëndetin ton, duke i dhënë trupit atë karburantin super ushqyes që i nevojitet. Dhe kjo tregon diçka tjetër. Ndonjëherë, vetëm një lëndë ushqyese mund të bëjë një ndryshim të paimagjinueshëm. Merrni shembull vitaminën B12. Dëgjoni si e përshkruan Asclepius Press: energjia e trurit, gjaku i shëndetshëm dhe sekreti i jetës pa lodhje. Wow, ky është një përshkrim kaq i fuqishëm për rolin e saj absolutisht kritik. Pra, duke mbledhur gjithë këtë informacion për sinjalet e trupit, për mjekësinë, për ushqimin, gjithçka na çon në një përfundim të vetëm, por shumë të rëndësishëm. Na çon tek roli ynë më thelbësor, të bëhemi avokati i shëndetit ton, sepse në fund të ditës mjeti më i fuqishëm që kemi është njohuria. Okej, por si e bëjmë këtë në praktik? Si bëhemi avokat të vetes? E po, gjithçka përmblidhet në 3 hapa të thjeshtë, por të fuqishëm. Hapi i parë, dëgjo. Dëgjo me vëmendje sinjalet e heshtura që trupi po të dërgon. Hapi i dytë, mëso. Kërko, lexo, armatosu me informacion të besueshëm. Dhe hapi i tretë, më i rëndësishmi, vepro. Përdore atë njohuri për të marrë vendime të mira dhe të informuara. Ky është thelbi. Dhe kështu, po e mbyllim me një pyetje për të reflektuar, duke pasur parasysh gjithçka që pam sot, nga sinjalet e fshehta e deri te fuqia që kemi në pjatë. Cili sekreti i shëndetit do të jetë hapi tjetër në rrugtimin e secilit prej nesh? Sepse ky rrugtim, rrugtimi i njohurisë, nuk mbaron kurrë.